أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, e falënderojmë Allahun që na ka dhënë mundësi të jemi bashkë në këtë mezhlise të sabahut, duke shëtitur në këtë kopsht të madh të porosive pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në librin e Imam Neveviut rahimullahu taala, që e ka quajtur kopshti i të devotshmive, Riyadu es-Salihin, kopshti i burrave të mirë. E duke shëtit në këtë kopsht, në mesin e këtyre haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, inshallah edhe na bëhemi burra të mirë, burra të devotshëm, të cilët e kanë ngale kryesore në jetën e vet me fitu kënaqësinë e Allahut. E gjithë punë tjera që i bëjnë këtë botë, ta ndihmojnë atë për të arritur këtë qëllim madhështor, të fitojnë kënaqësinë e Allahut dhul xhelal. Pra, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga ky libër i këtij imami të madh, Imam Neveviut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa asnjë fjalë të vetën. Kretë kjo për me tregu se cilit musliman në gjithë shekujt pasjetës së tij se Kurani dhe Suneti i mjafton se cilit musliman për ta kuptuar fenë si duhet. Dhe dyta, nuk ka rrugë tjetër të sigurt, stabile, që çon qëllimin e duhur përveç rrugës së Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ky angazhim i tij modest, që dikush për neve kishte me thonë që ka boj, ka mora jetë nga Kurani, hadithe nga pejgamberi, i ka bo bashkë, kur gjotë vetën s'pas ka. Si pas së logjike, kjo libër duhesh të heq për hapët, që s'ka bo kur gjotë rej. Mirë po, e kundërta është e saktë. Mo, pse ai s'ka shtu fjalë të veta, po veç ka marrë fjalët e Zotit, subhanahu wa taala, dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja ka rendit me një renditje, ja ka vendos një titull të përshtatshëm në përputhje me atë ajet dhe hadith, dhe Allah i ka dhënë bereqet. Dhe është për librave, jo vetëm gjuhën arabe më të shtypura dhe të qitura, po edhe në gjuhën e përkthimit. Bereqeti i sinqeritetit. E paramendojnë tash në shekullin e 15 hijrëtit, 1447, Xhamadul Ula, na lexojmë për këtij librit. Realisht ne i japim shpirtit ton, imanit ton, bereqet nga fjalët e Zotit dhe nga mësimet e Islamit. Edhe lidhemi me atë brez të artë të Islamit deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na kur vim xhami këto momente nuk i kujtojmë. Ama realisht her pas here duhet m'ia kujtu vetvetes për me kuptuar se ky mezhlis nuk është i rëndomt. Ky mezhlis është special, është i veçantë. Edhe nëse Allahu t'jep sabër me vazhdu, dije se t'ka zgjedh. Edhe nëse fillon me mungu, dije se ki naj krem mrena, i cili është pengesë për këtë punë. E ki nevoj me shëru vetën. Ki nevoj me e largu atë krem i cili të hanë imanin prej mrena. E të aprish vullnetin prej mrena. Edhe ti mungon pastaj. Zakonisht ta kuptoni një sen, lazni, e këshilloj vetën fillimisht pastaj edhe sesim për juve, nëse ka dembelia për një punë të mirë, dije se është rezultat i një gjunahi që e ke bo. Këtë rregull është mirë ta merrni në xhep tashtini. Nëse të kap dembelia për një punë të mirë, dije se kjo ndodh për shkak të një gjunahi që ti e ke bo. Vetëm gjunahet neve në ndalim i punëve të mira. E gjunahet janë të shumëta,
të lloj-llojshme. Edhe në çmimi i vllau tanë është gjuna. E mos flasim për gjëra të tjera. Andaj na lutim Allahun dhul xhelal vazhdimisht na bën për atyre besimtarëve të sinqert që gjërat që bëjnë gabim me gjuna të pendohen e të kërkojnë falje te Allahu dhul xhelal. E dyta, e lutim Allahun e Madhëshëm që na i mbush zemrat me dashuri për Allahun e Madhëshëm, edhe me dashuri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe me dashuri për kërkimin e diturisë. Kërkimi i diturisë, mezhliset e ilmit që janë në vendin tona, janë mezhliset më të mira që i ka ky vend. Nuk ka tubim më të mirë se sa tubimet e diturisë që janë në përgjamia tonë, alhamdulillah, të bollshme. Allahu dhul xhelal i shtoft e kur mos i na loft. E shpërfilla që i bëhet këtyre mezhliseve për xhamatit që falen është për shkak të gjunave që ata i kanë bërë dikur ose me dikan edhe i ka penguar nga këto mezhlise. Sa njerëz mblidhen në përtubime të ndryshme për intereset të kësaj bote, kanë vullnet edhe entuziazëm, e me mungu i njëjti tubimet e ilmit, kjo nuk është logjike shëndosh. Andaj na lutim Allahun që të na kaplon me udhëzimin e tij, me bekimet e tija, e të vazhdojmë të ndijmë edhe të shijojmë kënaqësinë e qenurit pjesë e këtyre kuvendeve hadithore, ku ne rënditemi në atë trashëgimi të madhe shkencore akademike që kanë lënë ulemat brez pas brezi, dhe fatmirësisht na ka mësuar Allahu që të jemi në kontakt me e të takohemi, të mësojmë për djetarëve më të mëjtë hadithit shekullit 15, fatmirësisht kanë qenë djetarë shqiptarë, e të vazhdojmë atë trashëgimi akademike, atë bagazh të madh shkencor, edhe këtu në vendin tonë, e inshallah taala edhe pas neve vazhdim të tjerët mu marrë me këtë lëmi edhe me këto dituri inshallah taala, sa të këtë jetë mbi këtë tokë biidhnillahi taala. Edhe sot vazhdojmë me hadithin e tretë në këtë kapitull që flet për pushtetarin e drejtë, hadithi 661 që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thotë: "Wa an Auf ibn Malik radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم." Auf ibn Malik radiallahu anhu thot: kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: pushtetarët më të mirë tuajit janë ata që ju i doni edhe ata ju dun juve, që ju luteni për ta e ata luten për ju, kurse pushtetarët më të këqij që i keni janë ata që ju i ureni dhe ata ju urejnë juve, ju i mallkoni dhe ata ju mallkojnë juve. E i tham: ja Rasulullah, ata prishin marrëveshjen me ta, atë dalim kundër tyre? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: jo, përderisa ata e falin namazin, jo përderisa ata ju prin juve në namaz. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Në dje në mësimin e kalum e dham një sqarim në mësi përfaqësor të këtij hadithi që flet për raportin mes imamit edhe xhamatit, mes të parit edhe popullit, mes pushtetarit edhe banorëve të një shtetit, se dashnia nuk vjen vetvetiu, po dashnia është rezultat i një bamirësie, i një kujdesi, i një respekti. Edhe kur pushtetari tregon kujdes, respekt, dashni për popullin e vet, populli vet ka me dasht. Ama nëse ai është shpërfill, nëse ai bën zullum, nëse ai ka shpërdor, normalisht ka me urrejt.
Edhe realisht këto kritere që janë përmend në këtë hadith janë fantastike. Pushtetarin e mirë e don populli dhe lutet për te. Pushtetarin e keq e urren populli dhe e mallkon atë. Merre këtë definicion edhe zbritet në realitetin tonë. Pushtetarët e sotit i don populli sinqerisht edhe lutet për ta, apo i urren populli dhe i mallkon ata. E tash, normalisht, për shkak se na nuk kemi qasjet të përgjithshme, qasjet i kemi të coptuara, të fragmentarizuara sipas interesit momental, personal, atë kur je mirë ti e lavdron. Kur të prishet herezia e shon e mallkon, njëti njeri. Deri dje u përshtatke me ty ishte i mirë, sot së përshtatet me ty është i keq. E këtu nuk janë vlerësime të sakta, as nuk janë vlerësime të drejta. Andaj ky hadith neve këtëve na bën tërbije, edhe pushtetar, por edhe shoqërinë. Se raportet tona duhet ndërtohen mbi sinqeritet, mbi transparencë, mbi ndershmëri, dhe pastaj normalisht ato zhvillohen në vazhdimsi. Andaj ky hadith në i dha këto kritere me të cilat dallohen pushtetarët e mirë për atyre që janë të këqij dhe i bëri ballë për ballë. Në një anë pushtetarët e mirë me kriteret e veta, në anën tjetër pushtetarët e këqij. Domethënë pse që kur ta lexojë një pushtetar këtë hadith, po flas për pushtetarët muslimanë se këto tonë se lexojnë as Kur'an as hadith. As Kur'an as hadith. Nëse përmendin në një ajet apo hadith e përmendin për interesat e veta. Ama na, domethënë, kushdo prej neve duhet me kërku prej atyre që mundohen me udhëheq popullin ton, që të jenë afër librit të Zotit, që të jenë afër porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata fitojnë. Po me fitimin e tyre fitojmë edhe na. Çdo pushtetar sa më darkë Kur'anit edhe Sunetit që qëndron, aq më shumë vetes i ndihmon me deviju dhe me dëmtu veten e vet me atë pushtet të cilin ja ka dhënë Allahu. E Allahu pushtetin ja jep edhe të mirët edhe të keqit. Për mos muhabit dikush më thon, po masi ma ka dhënë Allahu, do më thon, unë e ku meritu. Ja Allahu pushtetin ja jep edhe të mirët edhe të keqit. E sprovon edhe të mirët me pushtet, edhe të keqit me pushtet. Mirë po i miri e din këtë dhunti, e pranon në Allahun dhe e shfrytëzon mirë. I keqi nuk është minjos ndaj Allahut për këtë dhunti, e keq përdor, edhe normalisht u bën dëm të tjerëve pastaj me të. Pushtetari kur lexon këtë hadith, duhet më parashtroj vetes këtë pyetje. Unë cili grupi pushtetarëve jam? A jam për atyre që më don populli edhe unë e du? Edhe kjo është një kriter shumë i rëndësishëm vëllazërin, domethënë. Shpesh herë në muhabet kur thot dikush që din të du për Allah. Dikush për neve i thot po e di, i thot pika e di, thot sepse edhe unë e du ti. Se dashuria është reciproke. Nuk mund është ti me dash dikan që nuk don ty. Ti mundu me ndodh fillim ajo, për shembull ti me dash ai mos më të njoh ty, ama ti e njeh edhe e don, ai nuk don ti se nuk njeh. Ama në momentin që ai të njeh ty, edhe e kupton se ti e don, edhe ai ka me dash. Se dashuria është reciproke. Edhe në këtë rast, nëse do një pushtetar me ditë, a e do në populli i vetë, a i duhet mja prashu vetës këtë pyetje. Unë a e du popullin të. Apo e shof si turmë dhensh, i qethi kur du, edhe i qej ka du. E fatkeqësisht na pushojmë tash vazhdimisht, e kjo është një interesant një element që na tash muhabeti bote na kujdeset kamerat tash punojnë, regjistrojnë shpejtësinë. Kujdeset telefonat përgjohen. Do shihni çka ka ndodhur. Na vese mutut pi Zotit, asyri i Zotit këtë i shef, me laqet që i shkojnë punët tona vazhdimisht shkojnë, na nuk tutemi, ama kamerat që i ngjizojnë rruju se të vjen fakturat e shtëpia dënimi.
përgjimeve rrujuse, e tash kur po dalin skandallet e përgjimeve, në themi, e di ku ti ndodhi skandali i përgjimit, e që s'ka frikën e Zotit. Ama ai që ka frikën e Zotit s'ka problem si përgjohet. Se ai nuk fol gabim, as kur përgjohet, as kur nuk përgjohet. E na e shohim sa cenik edhe sa të ult janë ata që kanë pushtet të na. Në përmes muhabeteve private që i bënë me zveti ata. Që s'kan frikë Zotin gjithse jo, pas nuk kanë frikë as respekt as për njeriu. Edhe për ashtu që na duhet vazhdimisht me kritiku këto fenomene që me punu për me sjell njerëz që kanë me na përfaqësu, me na dasht, jo më u tallë me neve ata kur folin vetë privatisht. Me na llogarit si aseti më i rëndësishëm i këtij vendi, dhe kjo është e vërtetë. Në çdo shtet në botë, populli është aseti më i madh që e ka ai vend. Më pëlqeu në intervistën që kishte para 3-4 ditëve kryetari i ri i Sirisë Ahmed Deshar, Allahu e rujt i dhesh në e sukses në punën e vet. Tha ka ki në mëmburimin më të madh forcës. Kush ndihmon ti më shumë këtë? Thotë, në kam shtetësh, tham shtetën popullin tëm. Se ishte muhabeti, domthon për cilëve shteteve ki ymit më shumë të ndihmuar. Tham shtetën popullin tëm. Edhe një kryetar i mençëm është ai që don keq zhvillimet e veta, asetin kryesor e ka popullin e vet. Dhe kjo shumë e saktë është. Se ai popull nëse shkollohet, ai popull nëse punon e shtet zhvillohet. Ti merr ndihmë sa të dush për jashtë, nëse populli nuk shkollohet, nëse populli nuk punon, nuk zhvillohet. Se ka në lindjen e mesme ka do shtete që jetojnë, domethënë, si lypsat e këqij, me ndihmë. Shteti, ke shteti do me ndihmë. Ndihmë kënë, ndihmë ai. Pse se s'ka arrit sukses me ndërtu shtetin, edhe shteti me tu vetë me buxhetin e vet. Pa ndihmuar bie. Dhe normalisht shtetet që ndihmojnë, shtetet e pasura në që janë lindjen e mesme, që i ndihmojnë këto shtete, janë bëktisë. Edhe nuk është një vjet, 2, 20-30 vjet, vazhdimisht ndihmo. Edhe andaj pyetja ishte për gazetarit, te kryetari i ri i Sirisë, se ju a do bëni për shteteve që keni me jetu veç me ndihmë, apo keni me u bësh për shteteve që keni me hap derën e investimeve, edhe na pastaj domodin me investimet tona fitoni edhe fitojmë edhe na, si investitor. Dhe andaj thatë, kur e pyetin kam shtetin, e tham shtetin popullin tëm. E kjo është qasje e saktë. Edhe e duhur. Domthon ti jo veç me dash, po edhe me vlerësu, po edhe me mbi vlerësu popullin tan. Jo me trajtu si dele. Edhe si maqinë votimi. E kuptoni sa po është bjerë qasja e politikës sot e na që brohorisin vllazërit tonë me fanatizëm edhe luftojnë u dalin domethën pështima prej gojës të bërtit, jo ki e ka mirë, jo ki e ka mirë. Edhe ish domethën ka dalë se i natyrë nënshmu vetveten. Ka dalë se sot nuk është qatë shumë mi dhonë mund. Nuk kemi në Terezi, domethën shumë poshtë kemi ra pazari janë. Kemi nevojë ndryshe mi kuptu gjanat. Mos mashtrohemi na domethën me një kos që ta gjun dikush edhe ti më thon valla u bë mirë. Jeta nuk është vetëm me hangër me pi o vllazni. Më e pa këta. Njerëzit më pas me hangër me pi edhe mos më kanë të lumtur në çka e kitash Evropën. Kanë me hangër me pi, po janë të kënaqur, janë të lumtur. Mos u boni ne si musliman të konë më bo matë qise materialistat, këtë menën të parja, këtë menën të haja, këtë menën të qefe sa thanatet. Musliman be ki thonë vetës. Qëllimi musliman të është me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Jo me bu qefe sa thanatet. Nëse vinë, alhamdulillah që vinë, ama jo me konë qëllimi jo të kryesor njetë. Edhe, qka të një mund ti me grumlu pasurie dhe autoritet edhe pushtet, vrapo masaj. A është halal, a është haram, masë në e shohim. Edhe ketë harameve u japin përgjigje, i elaborojnë ato në kandin e vetë edhe i bëjnë halal. Ka e ki vete, po në vetë, ja përgjigje vetës të meseles, vetë soqë. Andaj, du me thonë, të kjo fjalia unisa se duhet
Pushtetari i mirë duhet me dash popullin e vet. Duhet me i dhimbë zemra atij, për shembull, nëse dikush nuk ka kushtet mira të jetesës për shkak zullumit që e bën sistemi, ose një pacient nuk e merr trajtimin e duhur për shkak zullumit që i bëhet nga mjeku apo nga drejtori apo nga sistemi i shëndetësisë kështu me radhë. E tash dikush ka mundësi me thonë, po ai s'mund të më ketë më marrë. E vërtetë është, po pra atë ka institucione. Kur ti je i drejtë, çdo kënd që e vendon kryet e institucionit e vënë të drejtin. Edhe atëherë ti s'ke nevojë më marrë me punë të vogla. Nëse kujtohet pa dodese, pa të përmend sistemin social që kanë ndërtuar, domethënë, e ka deleguar, ka ti që më marrë me prasë sociale. Edhe nëse dali para Allah, ti ke më dhënë llogari për këtë punë, i ka thonë halifa. Edhe sot është e njëjtë. Ti s'mundesh këtë punë mi kontrollu, ama njerëzit që i vendos pozitat kyçe, i vendos njerëzit më të mirë se ti. Nëse ti je i mirë, edhe më të mirë se ti në aty. Jo ti më shkon për shembull, vetë je katastrofë, plus edhe ato që ti zgjedh më katastrofë, edhe shkon punë bëhet puna lamsh. Andaj dashnia e pushtetarit në popullit vet tregon se ai njeri është i mirë. Nëse nuk e don popullin e vet, normalisht ai njeri nuk është, nëse e urren, domethënë, atëherë sigurisht se kjo është shempi kryetarit të keq. Se janë procese që ndërlidhet njëra me tjetrën dhe dashnia pastaj tregon edhe kujdesin e lutjes që Allahu me ndihmu, Allahu me përkra, Allahi me aletu vështirësitë. Edhe na domethënë te puna e duas mendoj që duhet me kon pjesë përbërëse e duas që Allahu me na sjell pushtetar të drejtë. Tash normalisht kur bëjmë dua, duhet edhe punët e tona mi bësi duaja, me punu për pushtetar të drejtë. Se nëse ti bën dua, o Zot, më sjell pushtetar të drejtë, a kena për krah zullumçarin, atë është pak paradoksale kjo punë. Ama lipe pi Allahut edhe puno. Tu i këshillu të rit, tu i motivu të rit, shkollohen, të arsimohen, shohin gabimet e politikanëve të vjetër, dështimet e tyre, mungesa e funksionalitetit të partive politike të na, që ti si i ri, ti kesh qarta këtë punë. Edhe gabimet tuja që i ke bën në zhvillimin tanë, t'ja tregojsh, këtë e kumboni ti mos e bën. Interesi personal në aktivitetin shoqëror nuk është kryesor. Kur bësh aktivitet shoqëror, interesi i shoqërisë është e para, nëse fiton diçka ti pi asaj, mirë se vjen, por nëse nuk fiton, nuk duhesh me u mërzit. Sikur se tash unë kur vi me mojt mësim, do të gala ime kryesore është ti me përfitu. Unë a fitoj, s'ka lidhje, se e kam vendosur me vënë një aktivitet në dobit e shoqërisë. Nëse unë e vi veç për interesin tem, normalisht me kalimin e kohës keme me të vetë. Se kush nuk vjen me ta shërbyer interesin ty. Ama na kemi ardhur dhe para normalisht me shërbyer interesin e fesë, e dyta me përfitue ata që nuk dinë për ati që din. E pastaj nëse përfiton normalisht se vap edhe ai që din për atyve që nuk din për shkak kallaballokut, është mirë. Nëse fiton plus diçka për kësaj, është mirë se vjen, ama nuk është qëllim. E nuk duhet më konë qëllim. Qëllimi është, në thotë, xhamati që vjen në mësim me përfitu diçka konkrete për ati mësimi. Andaj ky hadith në këtë formë tregon domethënë edhe zhvillimin emocional, edhe raportet emocionale të pushtetarit me popullin e vet, që në momentin që shef populli se pushtetari kujdeset për të, atë ai nuk e shkep nga duaja, nuk e largon nga duaja. Bën dua për të para se me bë dua për babën e vet. Pse? Se baba i vet i ka bë dobi veç këtij. A pushtetari i mirë i bën dobi këtë popullit. Edhe andaj kena me pa pak më vonë, Imam Ahmedi rahimullahu taala theke me konë që e di se një dua e kam të pranume, veç një dua e kam pranume, kësha bo dua për të parin e shtetit, për khalifen e muslimanëve. Pse?
Se nëse Allahu Dhulal për shembull o Zot, ma drejto, ma përmirëso këtë kryetar, bën të hajrit mirë, edhe ai bëhet, domethënë pranohet duaja, çfarë hajri shihet për ti? Për shembull, i kryetar në shtetin 100 milion, 200 milion. Edhe ai bëhet i drejtë i mirë. Edhe punon që ajo drejtësia e tij mu përhap këtë shtetin. 100 milion njerëz i fitojnë. Prej babës tanë fiton ti edhe familja e jote. Edhe andaj, për këto arsye do Islami, edhe Kur'ani, edhe Suneti kanë dhënë rëndësi pushtetit dhe pushtetarit që me rregullu atë. Pasi që pushteti është mejdani kritik, ku jo se si njeri mbjeton pa u dëmtu intelektualisht, pa u dëmtu moralisht, pa u dëmtu fetarisht, pa u dëmtu fizikisht. Po, pushteti është një medan shumë kritik. E ki po politikanë shumice, për të me kanë smundje. Pse është rëndë me punu me njërës. Më sfolje për devime tjera morale, ekonomike, dhe më thonë, edhe fetare. Para pushtetit ka qenë maj devotshëm, kur e ka marrë pushtetin, i ka radhë devotshmëria në bandash që thime na. Ka qenë ma fetar, tash dhe më thonë, fetarizmi më nuk është prioritet të kaj. Ekonomikisht ka qenë i dopt, tash ka bo pare, po si ka bo të pare, pikpyetja e madhe. E neve në kanë bo të rbije babalar tonë, normalisht për islami që kanë marrë, 1 dinar halal është ma i mirë se 1000 haram. Edhe kjo regull du të me vazhdu halate në avlazni. Allah s'u ka ndryshu kjo regull. 1 dinar halal është ma i mirë, ma i bereqetshëm edhe ma i shnetshëm se 1000 haram. Edhe se harami, dhe më dhonë, kur dhe herë ka me të dalë. Dhe se harami, kur dhe herë ka me të dalë. Dhe ka me i dalë, kejtve. Mos u dalë, të ne ka mu dalë, ka është ma keqë. Në ditën e kiametit. O shumë me rëndësi me amenu që me punëve. Ama i si amenon, po një ditë ka me u detiru me amenu. Edhe ndaj në themi, si ka hije muslimanit, mu mashtru me të minat e kësaj bote. Edhe me pa filani fistekun, se si ata bënën miliona, e ki me të keqë. Jo, be vla, në ti marrin keqë. Ti veç me djersën tanë e fito. Ti veç me mundin tanë fito. Ti e këshirë veç me Allah, pse? Se ki me dhonë logarin një ditë. E sot ti e shef, për shemë dhaj, ka bo shpit madhe, ka bo palat, ka bo vill, ka bo kërë, ka bo... Edhe ti të vjen një natë, si ba i pideri gjesë kishtë e bukë me angrë, sot të hasha ka bo. E ti, Allah, une me djersën teme, me halalin teme. Po s'ki bo kur gjo. Sa më ka dhonë zote, elhamdulillah mi knashtë. Nesër, ka më ndodhe kondër ta. Kur të filloj me dhonë logari, ku e ka fitu, ku e ka hargju, edhe ta majnë pytje me dite, me jave, me muje, me vite, se logaria e madhe, e ti, shak i logari, vëlla, ja Rabbel Alemin, e din ti, s'kom pasu në, pak kom malë, me djesë kom fitu, me dje për vete që më mjaftu, pak kom dhonë, të thërë shpejt, hesab i letë shpejt, edhe shkon gjennet. A i ka dalë logari, kjo minus, a i veç të djersit, veç të ngushtu, veç të djersit, ti, hajde shkon në gjennem, se pas ka shumë logari, pa pasër ta. Atëre kime pa ti, sa mirë e konë të njo, kur s'ke gabu, për me fitu pasuri, edhe sa keq pas ka bo aj që ketë gabimin të gabu veç me po pasuri. Ama unë e që ditë me na musliman që falmi, si e harojmë ahiretin, si harojmë logarin para Allahut, si ma shtrohemi me këto muhabetet dënjas. Si kur se s'kina me vdek në heqë. Edhe si se s'kina me dalë para Allahu dhu gjelan, më dhënë e sa. Lakmojmë të keqen. Apo të keqen. Filoni, më një madhë, i njofshëm këti. O vla, të Allahu, qëfar vlerë e kaj? Së është më nënsi se të delë për ditë televizor. Të Allahu, qëfar vlerë e kaj? Edhe qëfar vlerë e kitë ti të Allahu. Edhe kjo është për mësimeve që unë e mendoj se duhet të nënvizoni e të mërën me vete vazhdimisht. Se cili për neve nuk duhet me u prekupu, me u gajlos, sa është i njofshëm në dynjo. Edhe qëfar pozite ka të njerëzit.
Po brenga e tij kryesore, gajlosja e tij më e madhe, duhet me qenë kush është ai, kush je ti te Allah. Unë edhe këtë mësim po du me vadhon si amanet, që këtë gale majnë. Mëse majnë gale në aje i pari në bjeshkatari, aje i pari në zanat, aje i pari në tregti, aje i pari në politik, hiç mos gabon me mendu se janë të rëndësishme, hiç janë të rëndësishme. Kush je, aje i pari te Allahu, që kjo është brenga më e madhe. Edhe kjo të me qenë vazhdimisht ajo që neve duhet me na korrigju. Kush jemi te Allahu? Andaj ulemat e selefit kanë thonë, nëse mundesh, shife që porosia është e artë, nëse mundesh, mës me leju, kur kush mës me ta shku për te Allahu, mës e leju kur kush me ta shku te Allahu. Ne i kemi do shoka gjeler, kur dalim me hecë mbjesh, ata s'nalon me dalë për para kur kush për neve. Edhe është e logjikshme ajo punë, sa është domethënë veteran i kësaj pune. I njëjta gale është për te Allahu. Nëse mundesh, mos me leju kur kujt me ta shku për te Allahu, mos e leju me ta shku. Bëno i pari për te Allahu. Ç'kjo është? Ç'shtu do të me kuptu në mejdanin e jetës. Unë edhe ti na dy me bogara me zvete kush i pari shkon te Allahu. Jo te pushteti, jo te fama, jo te pasuria. Ki na milon këtë ato. Ama ato që fitojmë te Allahu e ka me met. E unë me sa e shoh fatkeqësisht nuk ka të na gara kush ka me po një pari të Allah. Halasem të po. Do të mi lut njerëzit për punë të mira. Xhamatin, shokët, do të mi lut, mi ngref. Jo ata më ushtim me zveti kush ka marrë i pari. Lut me të mira. Vilu më zgabo pak me ngrit zonin se i dhnohet me ti pse e këshillon ti, pse e korrigjon. Allahu na udhëzoftë, na falë, na mëshiroft. Kohën që kishim disponim përfundoj. Ktu e ndalim desin sot duke lutur Allahun të na jep jetë të dobishme dhe vepra të mira. Na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si ne ka bashkuar në këtë mëjlis të xhairit. Allahu i madhërisht na bashkoftë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në jannatul firdaus, wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.